E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të komentuar dhe për të analizuar pak marrëdhënien e Gimbos edhe Selinës. Sot mbërriti një dron brenda shtëpisë së Big Brotherit me fotografinë e Gimbos edhe Selinës. Ju duam shumë me një zemër pink, do me thënë një dron që erdhi nga fansat e Gimbos, që erdhi nga ndjekësit e Gimbos, të cilët e admirojnë Gimbon. Me shumë dashuri, Gimbo e përqafoi Selinën, por normalisht Gimbo është me agjërim, do me thënë agjëron, është me Ramazan, edhe nuk ju afrua edhe aq shumë, do me thënë Selinit, por pa e përqafuar nuk e la, do me thënë e respektoi ardhjen e këtij dronit. Gimbo dhe Selina, siç duket, kanë krijuar shumë raport të afërt me njëri tjetrin, kanë gjetur jashtëzakonisht veten shumë tek njëri tjetri, ajo kimia e përbashkët që kanë, energjia e bukur që Selin në këtë rast i jep Gimbos, por edhe Gimbo Selinës, i ka bërë që të jenë çift shumë i preferuar jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Fansat kanë parë diçka se kot nuk është e fjala aty ku ka gjë s'është pa zë, dhe do me thënë ju çojnë mesazhe nga jashtë se si duam ne që t'ju shohim. Normalisht që ndikon, çdo detaj ndikon në marrëdhënien e Gimbos edhe Selinës, do me thënë çdo mesazh që vjen brenda asaj shtëpie është një mesazh i bukur për to, është një mesazh me kuptim për to, për t'ju thënë që ju duhet të vazhdoni. Besoj në atë marrëdhënie. Gimbo me shumë qetësi ka arritur që t'ja merr fokusin Selinës, mendoj që do të lidhen si çift. Në fakt një fjalë Selina që tha për Gimbon më la shumë për të kuptuar, isha duke ndjekur live se realisht për të komentuar Big Brotherin duhet i shohim 24/7. Selin tha që unë në asnjë mënyrë nuk do të kisha toleruar që dikush do me thënë të sillesh të keq apo të ulte të nënçmonte Gimbon. Ajo e shikoi që e ka komplet fokusin dhe ndoshta prandaj dhe ekziston ky mlefi dhe inati që miri ka krijuar. A kanë lindur emocione mes tyre? Me patjetër që kanë lindur. Gimbo dhe Selin nuk e shohin njëri tjetrin si shok, ato tashmë e shohin njëri tjetrin si të dashur, e shohin beautiful love moment, dhe kështu që për këto momentet e dashurisë mendoj që do të ndodhin shumë shpejt gjëra të bukura. A do të kemi një puthje nga ana e Selinës dhe Gimbos? Mendoj se po, sepse pikërisht sot me këto lëvizjet e fundit dhe afrimitetin që ato të dy kanë krijuar me dashuri, me patjetër tregojmë që do të kemi një puthje të ëmbël dhe do të kemi energji të mirë me njëri tjetrin. Do të thënë, çifti i parë nëse themi dhe çifti më i bukur po krijohet brenda kësaj shtëpie.